Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, familja Geci, e njohur nga fshati Llaush në Drenicë, për herë të parë do të jetë përfaqësuar me 2 kandidat nga i njëjti fis, por në 2 parti të ndryshme. Nga njëra anë është vëllai i njohur dhe ish luftëtari Fadil Geci, ndërsa nga ana tjetër është nipi i tij, Fatos Geci, djali i vëllait të madh të familjes, Halil Gecit. Të dy po synojnë të fitojnë vota, njëri përmes LDK-s dhe tjetri përmes Partisë Guxo. Kjo situatë shihet si simbol i pluralizmit brenda një familje, por edhe si reflektim i realiteteve politike në Kosovë, kur bindjet e vjetra e rivalitetet janë zvendësuar nga ndryshimet, tranzicioni dhe ambicjet individuale. Fadil Geci është një ish luftëtar i UÇK-s, më pas u bë politikan i cili ka shërbyer si deputet në Kuvendin e Kosovës edhe në periudhën 2001-2007. Së fundmi ai zyrtarizoi kandidaturën për deputet nga LDK-ja. Vendimi u morë vesh pas konsultimeve familjare dhe mbështetjes së vëllezërve, miqve dhe simpatizantëve. Si kandidat ai përfaqëson vlerat e qendresës dhe ndershmërisë politike. Sipas fjalëve të familjarëve, ai është simboli i qendresës dhe luftëtar kundër krimit, ndërsa ka qenë edhe dëshmitar në Hag. Fushata e tij do të nisë nga shtëpia tradicionale Kulla e Bajraktarit në Llaush dhe ai ka bërë thirrje që diaspora ta mbështesë kandidaturën e tij. Ndërkohë Fatos Geci, nipi i tij, është një ekonomist nga Drenica. Sipas njoftimeve në përfundim të doktoraturës në fushën e ekonomisë dhe përfituesi bursave ndërkombëtare për studime doktorale, në maj 2025, ai u bashkua Partisë Guxo përmes së cilës do të kandidojë për deputet në zgjedhjet e ardhshme. Në prezantimin e tij, udhëheqësit e Guxos, Faton Peci dhe Donika Gërvalla, e përshkruan si pinjolli i një familjes tradicionale e fisnike të Bajraktarit të Llaushës, një referencë për historinë dhe rëndësinë e familjes në zonën e Drenicës. Fatosi vetë ka deklaruar se i është futur politikës pasi i ka përfunduar objektivat profesional dhe akademik. Ai shpreh gatishmëri për të kontribuar me përgjegjësi dhe profesionalizëm të lartë. Vendosja e Fadil Gecit në listën e LDK-s ishte njoftuar zyrtarisht nga familja dhe nga vëllai i tij Gani Geci. Nga ana tjetër, aderimi i Fatosit në Guxo është i freskët, vetëm në maj 2025. Udhëheqësja e partisë Donika Gërvalla e mirëpritja të publikisht si një figurë me formim institucional dhe me lidhje me histori politike, që shihet si përpjekje për të sjellë emra të rinj në skenën politike kosovare. Ka zëra brenda familjes që shprehin shqetësim. Disa mendojnë se kjo lëvizje mund të përballet si përpjekje për përçarje mes anëtarëve të fisit Geci për shkak të ndarjes në parti të ndryshme, por sipas Fadil Gecit, bashkë me LDK-n dëshiron të punojë për unifikimin e partisë dhe ringritjen e saj, duke luftuar për çarit që i sollën dëm LDK-s. Familja Geci, tradicionalisht e njohur për rolin e saj historik në Llaush dhe Drenicë, tani paraqitet si një familje me zgjedhje pluraliste. Kjo tregon se për disa prej brezit të ri, besnikëria partijake nuk është domosdoshmërisht e trashëgueshme. Diversiteti i bindjeve politike brenda të njëjtit fis mund të jetë përfitues për njohjen e kandidatit në komunitet. Secili prej kandidatëve mund të tërheqë mbështetës nga rrënjët e familjes, ndonse me simbole dhe me programe të ndryshme. Nga aspekti partijak, për LDK-n, rikthimi i Fadil Gecit mund të simbolizojë një përpjekje për mobilizim të bazës tradicionale, sidomos në rajonin e Skënderajt. Nga ana tjetër, për Guxon, shtimi i Fatosit me profilin e tij akademik e profesional përfaqëson përpjekje për të tërhequr votues më të rinj, më urban, me orientim profesional. Për votuesit në Llaush dhe Drenicë, zgjedhja me Fadil e Fatosit mund të varet jo vetëm nga bindjet politike, por edhe nga trysnia familjare, reputacioni dhe angazhimi personal, çka e bën këtë rast interesant dhe ndoshta vendimtar për zgjedhjet në disa zona. Rasti i 2 kandidatëve nga familja Geci, me Fadilin të LDK dhe Fatosin të Guxo, përmbledh në vetvete tension mes traditës dhe ndryshimit, mes përvojës dhe rinisë, mes besnikërisë politike dhe lirisë për të zgjedhur rrugën individuale. Është një reflektim i transformimeve politike në Kosovë, por edhe i dinamikave sociale, ku familjet e mëdha dhe fisnikët shpesh janë bartës të identitetit kolektiv. Sot ka ardhur një reagim i fortë nga Halil Geci, i cili ka kritikuar ashpër deklaratat e vëllait të tij Fadil Geci, lidhur me etiketimin e qytetarëve shqiptar si pro-rus dhe lidhjen e kryeministrit Albin Kurti me këtë kategori. Në një status të gjatë, Halil Geci ka bërë një krahasim historik mes Aslan Prishtinës dhe Kurtit, duke theksuar se akuzat e tilla janë të padrejta dhe denigruese. Ai ka paralajmëruar se disa figura politike po përpiqen të përdorin emra të njohur të UÇK-s për qëllime të ngushta politike, ndërsa ka bërë thirrje për maturi, përgjegjësi dhe kujdes në paraqitjet publike. Kritike e vogël si një gogël, por e madhe si një minaret për vëllain tim Fadilin,
Ti quash më shumë se gjysmën e shqiptarëve prorus dhe Kurtin prijes të tyre, është njësoj si të thuash se Hasan Prishtina ka qenë tradhtar ose i lidhur me Rusin. Cili është dallimi mes këtyre dy figurave, Hasan Prishtinës dhe Albin Kurtit? Hasan Prishtina e la luksin në Turqi dhe ju përkushtua projektit të bashkimit të shqiptarëve në një front të përbashkët, në një kohë kur bashkimi ishte jetik për ne njësoj si ajri. Kurti ndonse nuk e ka pasur luksin e Hasan Prishtinës, ka bartur mbi supe dhunën fizike dhe gjithë presionin e Serbisë, ndërsa disa shqiptarë akuzojnë pse nuk është vrarë ai nga Serbia. Kurti po kërkon bashkim kombëtar dhe ruajtjen e sovranitetit, ndërsa Hasan Prishtina dha pasurinë dhe në fund edhe jetën. E vran shqiptarët pse kërkonte bashkimin e kombit. Edhe Kurtin e kërcënojnë publikisht në forma të ndryshme. Disa thonë se do ta tërheqin zvarr në qendër të Prishtinës, e disa të tjerë madje se do ta vrisnin. Por fal Zotit ai nuk po i bën hesap këtyre zhurmagjinjve dhe zuzarve, sikur të kishte drejtësi funksionale, këto figura dhune dhe gangsterësh do të përfundonin para ligjit. Ju them si vëlla, keni kujdes se si silleni para publikut, po tregojeni tepër të vegjël para mediave, saqë unë personalisht po ndihem shumë keq. Lumir Presheva po ju përdor si gangster për të sharë dhe etiketuar të tjerët. Në fund, ju them hapur, nëse ju duket mirë vazhdoni, por jeni duke gabuar rënd. Ne nuk jemi as Lumir Presheva, as Milushtaku, as Hashim Thaçi. Duhet pasur kujdes në veprime dhe në fjalë.